Ne jemi të interesuar që Telekomin valën ta bëjmë lider në Kosovë, ashtu siç ka qenë, dhe për këtë arsye edhe kemi dhënë mbështetje financiare në vitin që lan pas, por në këtë vitin 2022 jemi të interesuar që bashkërisht edhe qeveria, edhe Telekomi i Kosovës ta nxjerrim përfundimisht Telekomin nga kriza dhe ta vendosin në binaret e zhvillimit për të mirën e qytetarëve të Republikës si konsumator dhe të shtetit të Kosovës. Synimi ynë së bashku me Telekomin është që të shohim nga e ardhmja, posaçërisht për investimet që janë esenciale për Telekomin në radhë të parë për përmirësimin e shërbimeve ndaj qytetarëve, e që janë investimet në rrjet, investimet në implementimin e kodit shtetëror të Kosovës dhe investimet në dhomën e përgjimeve, të cilat janë gjithashtu çështja e sigurisë kombëtare.